më mirë hiqeni fare, keni shpenzuar ca para publike, por që mos e dëmtoni publikun që të pengohet këtu dhe të dëmtohet, hiqeni që tani ishim në Vlorë për protest dhe tani po ecim si këmbësor më në fund në një investim që duket se është bërë për këmbësorët dhe në pamjet e parë duket bukur. Por shpresoj që turistët në Vlorë dhe mbi të gjitha vetë vlonjatët të bëjnë shumë kujdes kur ecin, sepse rilindja urbane si çdo gjë e vdes para se ta lindi. Kush e bën të shëtitore, mund të shikojë që janë bërë punime, ngjyrat e trotuarit janë të bukura, është në efektin terrazzo, është krijuar një dizenj i bukur, por kemi këto grillat pejlla marini që janë të rrezikshme që të pengohen. Duhet pasur shumë kujdes, sepse kur rrot në palmave, këto grillat që janë për të lënë drenazhimin e ujit dhe të marrë frymë toka, por fat keq ajo duhet ishte zero me trotuarit, por kanë krijuar një dhëm këtu që të gjithë mund pengohen. Dhe kjo është skandal. Ky investim është bërë këto ditë, pyeta një banor të zonës, i kanë vendosur këto ditë, nuk i kanë përfunduar të gjitha, dhe është krijuar një barrierë ku njerëzit mund të pengohen, mund të dëmtohen, dhe sapo e kanë paguar, mundimet janë akoma pa përfunduar, dhe shkojnë pak më tuti se çfarë kanë. Mund të pengohesh gjithandej, nuk e di në çfarë sensi këtu ndoshta ka ndërmend ta ktheni vepër arti, këtu pra rrotull temos, me siguri do jetë konceptuar si vepër arti. Të gjitha mund të pengohesh gjithandej. Nuk e di kjo është bërë me fondet e bashkisë apo të një banke botërore, gjithsesi taksa paguesi shqiptar dhe kur i marrin në një investim publik duhet të hapin syt sepse mund të përfundojnë të rrotullisen në trotuar. Dhe këshilla ime si arkitekt është më mirë hiqeni fare, keni shpenzuar ca para publike, por që mos e dëmtoni publikun që të pengohet këtu dhe të dëmtohet, hiqeni që tani, sesa njerëzit të dëmtohen, zgjidhja është i hiqni sa më parë. Gjërat që duhet të ishin ato në Vlorë, këtu jemi në Tiranë, është realizuar siç duhet. Dhe nuk kemi disnivel, nuk kemi pengesë kur ecëm në kam. Këtu akoma po mendohen se çfarë do bëjnë. Pra, këtu mund të pengohesh në çdo moment. Sepse nuk është aq e lartë sa ti ta shikosh dhe kujton se ajo është zero me tokë, por në të vërtetë mund pengohesh.